Dua të ndaj këtë dëshmi për nderin dhe lavdinë e Zotit. Para 7 vitesh unë pësova një aksident, nga i cili Perëndia më shpëtoi, por më la me një pasojë në këmbën e djathtë, nga ku humba 3 cm kock dhe mbeta i qalë. Por këtë javë, Motër Maria Luisa dhe fryma e shenjtë nëpërmjet gojës së Motër Maria Luisës premtoi se do të shëronte personat me aftësi të kufizuar dhe të qalët. Po atë javë më dhurua një palë këpucë, dhe kur u ktheva në shtëpi, i provova. Dhe vura re se isha shëruar. Zakonisht unë këpucëve ju vendos një platformë 3 cm në taban, por kësaj radhe, kur vesha këpucët e reja, nuk ndjeva nevojën që t'i vendosja, sepse mund të ecja mirë. Dhe këtë e dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdinë Zotit. Vëllezër, unë dëshmoj për nderin dhe lavdinë e Zotit. Zoti në profecinë e tij më tha se do të shërohesha, por deri në ato momente, deri 8 ditë më parë, unë kisha shkuar te doktori sepse kisha një problem dhe nuk mund të dëgjoja. Doktori më ekzaminoi dhe gjithashtu të pjesën e veshit ku kisha bërë operacionin dhe më tha se duhet të shkoja te një mjek tjetër për të parë se çfarë duhet të bëhej. Dhe kështu shkova tek doktori tjetër dhe operacioni që isha bërë përpara kishte qenë shumë i vështirë, se kisha kaluar një operacion kur kisha bërë një operacion maksilofacial në fytyrë, por ishte shumë i vështirë. Dhe Zoti të dielën në mësimdhënie në lutjen e Motër Maria Luisës, Zoti u shfaq. Dhe Zoti shëroi veshin tim, sepse ndjeva sikur kisha një bombë dhe kishte dalë nga veshi im dhe dëgjova raje zemre të forta dhe gjithashtu vura dorën në vesh dhe tingulli ishte aq i lartë. Dhe Zoti më shëroi dhe më dha atë bekim të madh dhe unë dëshmoj për nderin dhe lavdinë e Zotit.